të gjithëve, dashur miq, mirë se erdhët në Villa 24 këtë ditë të martë të datës 29 prill. Mirëmëngjes edhe nga ana ime të dashur miqë, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe juftoj këtu te Kandioni Gatimit për treguar recetat që do të përcjellin për juve sot. Sigurisht jemi në stinën e pranverës. Dhe çfarë ka pranvera? Ka bizele të freskëta. Siç e shikoni, i kam jo vetëm kokrat e bizeles, por kam edhe bishtajat. Kur i kemi të njoma i përdorim të dyja, edhe kokrat edhe bishtajat. I gatuajnë? Po. Vërtet? Po. A se dia këtë? Po, bishtajat hahen dhe janë shumë të mira, Anila, kanë shije shumë të mirë. Dia që përdoreshin. Po, bëjnë shumë të mira. Ndërkohë unë këtu kam dhe angjinare, sepse është dhe koha e tyre, mund të bëhet një bashkëpunim i mirë me bizele dhe me angjinare, por mund të bëjmë angjinaret edhe vetëm me qep të njoma, me hudhra të njoma, me kopër majdanoz. Ne sot do të bëjmë një bashkëpunim, do me thënë, me bizele të njoma, që siç e shikoni kam edhe atë pjesën e bishtajës, me angjinare, kopër, qep të njoma, kam dhe një qep të vogël mesatare të thatë, por mund të mos e vëmë dhe fare, sepse kur kemi një sasi të qep të njoma, nuk ka nevojë të shtojmë edhe qepën e thatë. Bëhet vetëm me qepët e njoma dhe me hudhrat e njoma. Siç e shikoni, hudhrat e njoma tani kanë kaluar dhe atë fazën, domethënë dhe kanë rritur, domethënë, por edhe kështu presim atë pjesën e njomtë, jo pjesën e si thua fletëve të hudhrës, por pjesën e njomtë të hudhrës. Kri piper dhe vaj ulliri. Pra këto janë dhe në fund fare, sipas dëshirës, mund ta shoqëroni me lëng limoni për t'i dhënë një tjetër shije. Neve ashtu do ta bëjmë, kemi limon në frigorifer, se kemi për momentin, por do ta sjellim. Ndërkohë dua t'ju them anvisave që këtu shikoni që kam një mix cili është me fara, lule dielli, fara kungulli, me bollgurë, me thjerza të kuqe, të cilat unë i kam vendosur në ujë, i kam larë fillimisht, i kam vendosur në ujë dhe është mirë të qëndrojnë në rreth 25 minuta, me 30 minuta në ujë të bollshëm, pasi kemi larë 2-3 herë, dhe i lëm kështu, do me thënë që ato të rrisin volumin, do me thënë të zbuten. Dhe më mbrapa do t'i zjem, unë do t'i zjem dhe faktikisht do t'a shoqëroj, do me thënë këtë pjatë që mund t'i bëjmë salat, mund t'i bëjmë supë, por do të shoqëroj me këtë gjellën që do t'a bëjmë me bizele edhe me këto qepët e njoma dhe angjinare. Tani këtu, për recet tjetër, neve dhe këte do t'a fillojmë, prandaj lash edhe në këtë moment, që do të bëjmë një pite të ardhur, ose si e themi pite buk të ardhur. Nuk do t'jetë pic, sepse nuk ka ato, do me thënë, do t'jetë më e plot, nuk është ajo, do me thënë, e hollë, do t'jetë diçka më e plot. Të cilën do t'a bëjmë me domatet, me një salat domate themun, sepse do jenë përbërësit e salatës të domates. Që do të thotë kemi djathë të bardhë, kemi qepë, kemi ullinjë, rigon, vaj, kri piper. Pra këto janë, do me thënë përbërësit. Dhe fillojmë tani këtu kam unë salatën që e kam pregatitur, do të hedhë rigon, rigoni i shkon shumë, do të hedhë vajin e ullirit, këtu, dhe me vajin tjetër të lutem Anila, do të kemi këtu për të pont, që të shtrojmë të ekstava. Që duhet ta hapim. Ndërkohë që këtu kam bërë dhe një brum të cilin e kam bërë me miell, me maja, ashtu si që bëjmë një brum për buk, faktikisht, ose një brum për picë. Do me thënë, ose njërë, ose tjetër është e njëjta gjë. Do të tregojmë dhe mënyrën se si përgatitet brumi, pak më vonë. Por më përpara neve do të lyejmë mirë këtë tavën, të cilën do ta lyejmë me vaj. E duam pak vajin më tepër këtu. Edhe brumin që neve kemi pregatitur, që e lëm që të vi rreth 1 orë. Tani që... Da, e që më përsur kështu. Po, tani që është ngrorë dhe koha faktikisht, vjen edhe më shpejt. Po, është... Por nuk do të hedhim shumë maja, do të hedhim vetëm një në lugë të çajit maja, jo më tepër. Shumë shorta si plotë. Ka ti kë miell kemi përdor? Tani, i kam të dyja mielrat, atje ose miell për picë, ose dhe miell cili është për të gjitha llojet e përdorimit. Do me thënë mund përdori njëri, mund përdorin tjetër. Nuk ka ndonjë kështu. Tani, siç e shikoni, është ajo që neve, si thuash, brumi është bërë fantastik. Ja, një brum i mirë. Dhe jo, do me thënë, dua një brum që t'jetë i butë. Jo brum që t'jetë shumë i fortë, i ngjeshur. Tani e hapim këtu në tavë. Dhe nuk e lëm, kjo është e mira, se bukën, kur e hapim, e lëm prapë që të vi. E punojmë dhe lëm që të vi. Këtu neve as e punojmë, dhe as e lëm që të vi. Thjesht e përshtasim me tavën, edhe... Ja, në këtë mënyrë. Dhe mundohemi të bëjmë sa më shumë, kështu do me thënë, dhe që në pamje duket që do të dalë një brum i butë, i shkrifët, me ato gropëzat brënda.
Tani, Po? këtu kemi sallatën. Prit se kam domate poshtë, nuk është se kam vetëm qepë edhe kështu. Edhe ullinj, edhe domate, dhe këtë lëngun që neve hodhëm vajin e ullirit tani, edhe këto lëngjet që do të bëhen nga sallata, ne do t'i hedhim brenda. Pra e hedhim tani. Sa ide e mirë kjo? E buk e gjellë bashkë. Po pra, sidomos për këtë, për vaktin e darkës, për shumë. Për vaktin e Janë të darkës. zgjedhje që na kryen punë realisht kur nuk dim çfarë të gatuajmë, se përgjithsisht i kushtoj më shumë kohë edhe vëmendje drekës, ai është vakti që shpenzoj më shumë edhe qëndroj më gjatë në kuzhinë, pra ajo gjella siç themi zakonisht, kurse darka o çfarë mbetet nga dreka, o duhet të mendojmë diçka të thjeshtë edhe që bëhet lehtë dhe që shijon, dhe kjo mund të ishte një alternativë shumë e mirë dhe ngjaka dhe e bukur kështu. Edhe bukur, edhe e shishme, edhe e mirë dhe buke gjellë bashkë. Dhe nuk është ajo thash që domethënë kemi pak më të plotë që të kemi buke gjellë, se ndryshe nuk do kishim buke gjellë. Po, edhe kemi mbushur pak. Po djathtë domate ulli e qepka. Po, vetëm këto. Tani tjetra. Po. Ti ngjesh. Mundojmë që të kalojnë ndonjë copës në brendësi. Të kalojnë ndonjë copës në brendësi dhe pak lëngje nga pjesa e sallatës. Ja kështu. Po, dhe ato kur të piqen do të jenë akoma edhe më të bukura. Vendosim ndonjë copës djathë brenda, ndonjë copës domate, sepse do t'i japi edhe shije. Shumë e mirë. Jemi në rregull deri këtu. Unë kam këtu pak trumës. Edhe do t'i hedh edhe pak trumës. T'ja thërmojmë kështu. Sepse tham që trumza është një nga erëzat që hynë në familjen e rigonit, por ka një aromë tjetër më delikate, më të butë dhe është shumë e mirë si erzë. Sa mirë do të dali kjo? Jemi në rregull deri këtu. Tani të shplenduar dhe do themi edhe temperaturën e pjekjes edhe kohën në të cilën kjo tavë duhet të qëndrojë në furr dhe ne do ta kemi gati në pjesën e dytë më pas. Tani Anila, para se ta fusim në furr, do t'i hedhim edhe pak vaj ulliri faktikisht. Okej. Se kjo tani nuk do shtojmë asnjë gjë tjetër, thjesht këto. Po, do piqet edhe hahet. Sa e do pjekje? Shiko, 30-35 minuta jo më tepër. Okej. Në 180, dhe nuk do dhe temperaturë të lartë, 180-200 gradë, do me thënë varet nga lloji i furrave që kemi juve kemi në shtëpia tona. Pra do një pjekje graduale, jo një pjekje në temperaturë të lartë, që kështu të ruhet edhe domatja, qepa edhe djathi. Të ketë situacion mos të na digjen. E kemi gati për ta vendosur në furrë. Një gatim shumë i thjeshtë, shumë i shijshëm, edhe i kënaqshëm për të gjithë. E vërtet. Edhe i shpejt për t'u bërë, sepse vetëm koha e pritjes së ardhjes së brumit, pra ju e bëni brumin, zgjidhni miellin e duhur, miellin Ola pa diskutim nga kompania Atlas. Në rastin e kësaj recete që na treguam, mund të zgjidhni miellin për pica për të patur një rezultat të atij brumit të ngjashëm në shijen e picave, por edhe mielli për çdo përdorim që na e themi gjithmonë është një alternativë që na jep dorë në të gjitha recetat që duam të gatuajmë të përgatisim. Sigurisht që ka edhe një gamë të gjerë të produkteve të tjera, ku çdo lloj mielli mund ta përshtasni me gatimet tuaja. Pra nëse doni të jeni pak më shumë si shef në shtëpi. Por mielli për çdo përdorim është ai që ne konsumojmë më shumë këtu dhe besoj edhe ju në familje. Unë po përfitoj pak nga koha që Kati merret me sobën, që ndër të tjerat ju them se ashtu sikurse ne e përmendim vazhdimisht në këndin ton të gatimit, po Kati po merre. Faleminderit. Produktet janë ato që bëjnë një diferencë në shije, në suksesin e një recete, në shëndetin ton, sepse gjithçka që ne konsumojmë përkthehet në gjendjen ton të përgjithshme shëndetësore, në produktivitet, në energji etj. Është shumë e rëndësishme. Ndaj unë dua të përmend këtu kompaninë Teuta, ku ne sot do të gatuajmë me disa prej produkteve të tyre, sigurisht që është vaj gol, vaj yll diellit, ai që nis pothuajse çdo gatim me ato kavardisjen e qepës të mishit etj. Për skuqje, për gatime gjellash e jo vetëm, por do të bëjmë edhe një supë shumë të shijshme me një ndër produktet që e kemi këtu në tryezë, dhe është një përzierje e miks farash me thjerza të kuqe, me bullgur, me fara kunguri dhe lule dielli, me kinoa të ngjyrshë dhe thjerza kafe. Kjo është një superfood, duhet thënë, një ndër ato super ushqime ku ne marrim një nivel shumë të lartë të energjisë, ndaj rekomandohet të jetë konsumueshme në dietën tuaj javore, të paktën një herë në javë ta keni të miksin
këtu që vjen edhe shumë praktik në fakt, se nuk duhet të blini shumë paketime për të bërë një mix, po i keni gati edhe kryeni punë. Madje me një paketim të tillë mund shkoni më shumë se sa një herë, sepse ato rrisin volumin me një herë sapo i fut në ujë dhe mund të gatuhen për 4 persona apo më shumë. Të përmend pak edhe atë që ne kemi të rëndësishme çdo mëngjes, siç është nisja e një dite thjesht me një kokër vez për të marrë energjinë dhe proteinat e nevojshme, edhe për ju që nuk është se keni shumë qejf të vaktin në mëngjesin. Veza është ajo që jo vetëm shijon, por edhe ju mban disa orë të mira gjatë ditës tuaj për të shkuar në punë, në shkollë etj. Ndaj Veza O Vital, cilësi në 4 stin është mbështetësi ynë. Dhe pastaj ju që e doni mëngjesin pak më të shtruar, më me terezi, përveç asaj vezës së zier, me salçiçet vudi dhe me një panine, shijon ai shumë, mund të përgatisni sanduiçet për në shkollë fëmijëve tuaj që të konsumojnë produkte të sigurta dhe të jetë gjithmonë në frigoriferin tuaj dhe sa herë të hapet, të jap gëzim, ashtu sikur se thotë edhe slogani vet i salçiçeve vudi. Po. Jemi gati ne. Për të filluar gjellën. Pra fillimisht kemi hedhur, domethënë, qepët, hedhim edhe vajin, sepse me që kam të ndezur vatrën, po është e ngrohtë, kështu që hedhim edhe vajin direkt. Qepët e njoma, thash nëse doni mund të shtoni në një qep të thatë, por nëse keni domethënë qepët e njoma, 5-6 qep të njoma, nuk ka nevojë fare që të shtojmë qep të thatë. Pra është pranverë dhe si thua konsumojmë më shumë këto jeshillëqet e pranverës, sepse qep të thatë kemi shijuar gjithë dimrin, kështu që kalojmë në atë dhe kalojmë, domethënë thashë që në pranverë fillojmë që ti lehtësojmë gatime derisa vi ai sezoni i verës pastaj, që sigurisht atje do të kemi më shumë gatime të cilat janë akoma më të lehta, sigurisht me kalori, por të freskëta. Ndërkohë tani kemi hedhur qepët e njoma. Fillojmë do me thënë që të lëmë që të na zbutin, të shtojmë këtu edhe hudrat e njoma. Por si që thashë pa pjesën e gjethzave, do me thënë të fletëve të hudrave të njoma, sepse tani ato kanë filluar të ekin. Nëse juve ju gjendin do me thënë dhe i keni akoma të freskëta dhe të njoma hudrat, mund t'i shtoni sepse dhe ato kanë një shije dhe sigurisht që dhe ato konsumohen. Tani këtu do të hedhë edhe krip, si gjithmonë do me thënë hedhim. Dhe unë kujdesem për punën e kripës, nuk e hedhë të gjithë kripën një herësh, por hedhë gjysmë në sasisë së kripës. Do të shtoj edhe pak piper, dhe këtu do shtoj edhe pjesën e, si tuash bishtave, mund t'i them, të erëzave, të koprës. Okej, të cilin do ta presim apo jo? Mirë, ndërkohë po përfitoj nga koha, sepse nuk është e nevojshme ta shohim, të shohim recetat që janë akoma edhe më të nevojshme për zonja që po na ndjekin në këtë moment edhe të dinë se si e bëm ne ato pitën e ardhur me salladë domatesh, ndaj meqense ne brumin nuk e realizuam dhe nëse do kemi kohë në fund, do ta bëjmë dhe brumin, të paktën bani shënim përbërësit që do të përdorni. Janë 500 gram miell, 250 ml ujë të vakët, 1 lugë maja, 1 lugë sheqer dhe 2 lugë vaj, ndërsa mbushin siç e pat, siç bëjmë një sallatë me 2 domate, me një kokër qep, me 150 gram djath, 10 kokra ullinj, vaj, krip, piper, rigoni, përzeni së bashku në një tavë, ja shtoni sipër brumin dhe e vendosni në furrë për t'u pjekur. Në pjesën e dytë na ndiqni për të parë se si do të dalë nga furra pitja e ardhur me salladë domatesh. Receta tjetër që do të vijë sot nga këndi ynë i gatimit dhe Katarina ka menduar për ju është argjinare me bizele jahni dhe për këtë recetë na duan 4 argjinare, 500 gram bizele, 1 qep të thatë, 4 qep të njoma, 3 hudhra të njoma, 2 tufëza koper, gjysmë limoni, vaj, krip edhe piper. Kjo ishte receta e plot, do ta rikthejmë prapë se ndoshta nuk keni mundësi të gjithë të mbani shënim kaq shpejt sa që ne i tregojmë, por ajo që themi gjithmonë, telefonin në dorë, një foto ekrani dhe keni aty në arkivën tuaj të galerisë së fotografive. Po. Atëherë shtoj edhe këto pjesën e fortë të erëzave, bishta do me thënë të erëzave. Edhe atë pjesën e freskët do ta hedhim në momentin e fundit, do ta shikojmë që përveç se vajtë, nëse sigurisht që kemi vaj ulliri, 1-2 lugë vaj ulliri, bashkë me lëngun e limonit edhe me pjesën jeshile të koprës, bëjmë si të thuash një lloj salse që hedhim në momentin e fundit për ta servirur. Dhe ndjejmë vlerën, do me thënë, marrim vlerat ushqimore që përmban kopra, pra vitaminën C që përmban, sigurisht që themi që majdanozi është ai që ka vitaminë C më tepër se nga të gjitha erëzat, por edhe kopra ka ato vlerat të saj ushqimore. Kështu që në fund do të bëhet ajo salsa dhe do të tregojmë mënyrën se si do të bëhet. Aty kam vendosur ujë, faktikisht unë nuk do ta sjell sup,
sot këtë, do ta zi dhe thamë, kur e zi me bëjmë sallatë dhe do ta shoqëroj me këtë recetë që neve do të përgatisim sot dhe do të na bëhet një super drekë e shëndetshme dhe shumë e shijshme, përveç se këtyre jeshillëqeve edhe nga këto. Do me thënë, kombinojmë dimrin me pranverën, ashtu siç them gjithmonë. Tu kam vendosur ujin që të më zihet, edhe hedhim edhe masën të cilën e kulloj pak. Kam sit. Kam mbetur pakës ujë, pra miksin e farave që kishim vendosur në një tas me ujë, po e kullojmë dhe ta hedhim me njëherë në tenxherën me ujë të vruar. Sepse i kemi zbutur, me kështu që i hedhim direkt në ujë të valuar. Dhe i përgatiten shpejt, ane, nuk duan shumë pak krip, një lugë vaj, dhe i lëmë që të na zihen, sa të jenë gati. Kripa dhe vaj. Një lugë vaj. I hedhim edhe pak krip. Dhe i lëmë të zihen. E vendosim fillimisht të kapakun, ulim temperaturën sepse nuk duhet temperaturë e lartë. Dhe e kemi gati pastaj më mbrapa. Të presim për të bërë gati. Shumë mirë. Ç'është e vërteta këtu, unë për këto, por nuk e di si do të jemi me kohën dhe nëse do ta bëjmë sot, do sugjeroj Anvisave, përveç se ndjes omeletës që e bëjmë, domethënë në tigan të skuqur, mund ta bëjmë një omletë në, si thua, në një tas në avull. Në avull. Vetëm vezë, pakës fare gjalp, ose dhe mund të mos shtojmë fare dhe në gjysmë filxhani qumësht. Bëjnë një omletë shumë e mirë, shumë e shijshme dhe e shëndetshme. Nuk e di se do jemi me kohë në pjesën e dytë, po interesante do ishte, se kam përshtypjen duhet jetë edhe e shëndetshme, se përgjithsisht gatimet me avull pra janë shumë të shëndetshme. Nëse nuk do kemi në kohë, nuk ka problem, do ta bëjmë një herë tjetër. Mirë, janë do shohim e do bëjmë si do jemi me minutazhe. Duke bërë, janë këto, si thua, ditët që se kemi atë mundësinë me kohë, por që në ditët në vazhdim. Shtua margjinare, në, Kati? Po. Është shumë e thjeshtë si recetë kjo, por bëhet shumë e shijshme. Do me thënë gjella më e mirë e pranverës. Atë që thash në fillim fare, mund ta bëjmë siç e kemi tani angjinare dhe të shtojmë këto erzat. Dhe e mbarojmë kështu, do me thënë duke shtuar veç se pak ujë në mas të tyre dhe bëhet një gjellë shumë e mirë dhe e shijshme. Por neve kemi dhe bizele sot dhe sigurisht që bëhet një kombinim i mirë edhe me bizelet. Nuk duan që të qëndrojnë shumë ato tani, neve me njëherë shtojmë edhe bizelet këtu. Janë të njoma. Si që shikoni nuk do të përdorë salse dhe kështu gjëra, shikam thjeshtët me këto jeshillëqe. Edhe salsa që do të jetë ajo, si të thuash, me pjesën e lëngut të limonit, të vajit të ullirit, edhe të koprës të freskët, që do të jetë në momentin e fundit. Okej. Tani. Ja i përfunduam dhe këto. Ndërkohë, mund të shkojmë në një hapësirë publicitare, me qenë se për momentin do duhet të presim pak që dhe bizelet të fillojnë të kavardisen. Të kavardisen dhe do shtojmë ujë në masë të bizeleve, jo më tepër. Në masë të bizeleve në temperaturë mesatare dhe do t'i kemi gati për në fund fare. Për pak do shkëputemi, kështu që do t'i sqarojmë prapë, nuk është se do ikim për kohë të gjatë shumë pak minuta. Ujin të ngrohtë me patjetër. Edhe vim prapë, publicitet. Erdhëm tek ju përsëri, tham që shkëputeshim për pak kohë dhe tani është momenti që ti japim ritëm punës dhe të përpiqemi që në kaq kohë sa kemi të shërbejmë pjatat edhe të rikujtojmë dhe një herë recetat që kemi sjellë këtë ditë të martë. Po, patjetër. Të dashura Anvisa, ju miqtë tanë të Vilës 24, siç ju tham në fillim fare, neve kemi përgatitur një gjellë me bizele, por jo vetëm dhe me angjinare. Pra, kemi filluar me qepët e njoma dhe hudrat e njoma, duke bërë një kavërdisje të lehtë. Më mbrapa kemi shtuar angjinaret, kemi shtuar bizelet, që bizelet ne kemi shtuar edhe me pjesën, do me thënë, dhe këto që janë bishtaj, përveç se bizeleve kokër. Kur i kemi të njoma dhe të freskëta, i shtojmë edhe ato brenda, sepse duke i pastruar dhe heqet atë pjesën e fijes, nëse kanë ashtu si dhe barbunjat. Dhe i përdorim në këtë mënyrë. Tani,
Ne kemi vendosur për të zjerë, këto duan rreth 25 minuta 30 dhe kjo duhet që të jetë në temperaturë të ulët në mesatare. Në momentin që kemi shtuar ujin, uji duhet të jetë në masë të bizeleve, jo më tepër. Nuk duhet, do me thënë, dalin me lëngjet e veta, jo tepër ujë. Në rast të kundërt, nëse doni, një sekret tjetër është këtu që do kapni një majës, në momentin që i ka vërdisni, një majës miell, dhe e hidhni e ka vërdisni bashkë me bizelet edhe angjinaret. Kjo bëhet me qëllim që të lidhet gjella, do me thënë të jetë salsa e lidhur, mos të jetë ujë, sepse as bizelet, as angjinaret nuk e lidhin salsën. Nëse doni, do me thënë që ta lëni me më tepër pak lëngje, por neve do e lam kështu sepse duhet që ta servirim me këto mix farash edhe përdorëm edhe bollgur edhe thjerza, fara, kungulli, drithërat e ndryshme. Tani neve e kemi në momentin e dur ku do të përgatisim. Si që thash më përpara, do të hedhim tani këtu pjesën e koprës, që është pjesa. Pra pjesën e bishtave dhe të fundit, gjysmën e koprës e kemi vendosur në tenxhere, pjesën tjetër do ta vendosim, do ta shtojmë të freskët. E shtojmë tani. Dhe unë shoh që edhe kjo është fryrë, është bërë kështu si një kek. Erdhi ko, tani akoma edhe më kështu, do me thënë lëm majzat e koprës, dhe këtë pjesën akoma që është pak më tepër si kështu. Që ka dhe pak kërcel, është në tam. Që të jetë sa më shumë jeshillëk, do me thënë, edhe sa më e freskët. Tani këtu, thamë që do të përdorim dhe lëngun e gjysmë limoni, që do të thotë, me që kam këtë që kam përdorur, do shtrydh këta këtu tek pjata, hëse u mbushë me kopër. Ska e gjë, me kopër ka aty, kopër ka në tenxhere, kopër do shtoj prapë. U bë puna kopër. Thjesht fijet e gjelbra të kopërët që shpërndajnë që thëndej në kuzhinë, po nuk në prishim punë, se nuk po gatuaj më mbëlsirë, po vazhdoj me gjellën. Në rregull. Atëra. Do të shtojmë vaj ullirin, do të shtoj fillimisht pak piper zi, është momenti do me thënë i fundit, mund të grini edhe të freskët piperin e zi, edhe do të shtoj edhe pak krip, sepse si që pat në fillim fare, unë nuk është se hodha të gjithë sasin e kripës. E hedhim tani në këto moment, duke shtuar këtu edhe vaj ulliri. Aq, 2 lugë, edhe kjo është bërë kanti. Ato janë bërë gati, Anila? Janë bërë, po. Me thënë, do të bëjë si një lloj pilafi ajo. Ashtu më duket në pamje. Të thith lëngjet komplet. E ndërkohë që... Tani do të hedhim edhe këto. Besoj edhe tavën për pak duhet të nxjerrim. Atëra, lërojmë pak vend. Edhe ato që dua t'u them anviseve, shikojnë, do me thënë, na ngelen jeshile. Nuk duaj që të më prishin ngjyrën bizelet. Ngelen ashtu jeshile. E hedhim të salsën e pregatitur. Fikim sobën, e lëm në qetësi të sobës dhe kemi gati pasaj për ta servirur. Ja kështu. Nuk na duhen më, të lërojmë pak vend se do nxjerrim ta hiç të kati? Po, kemi përfunduar. Faleminderit, Anila. Të lutem, se do nxjerrim dhe ato tavën nga furra dhe... Ja, kjo është përfunduar, i heqim edhe këto më tani këtu që të pastrojmë vendin. Okej, tani... Do t'i shërbejmë pak nga pak, se kemi shumë pak kohë, kështu që... Jemi gati. Të shohim ti... Thjesht ja heqë edhe këtë pjesën këtu unë të koprës. Okej. Edhe... Atëherë, sot kemi bërë një gjellë tipike pranvere, me bizele të freskëta, me erza të freskëta, me argjinare, shumë e shishme duke dhe e di që më pëlqen kati këto gjellët që nuk ishtohet detyrimisht domate ose salcë, pra të mos ketë ato pamjen e gjellës të kuqe. Më pëlqen kështu me ngjyrat e veta, po. Edhe sikur ka dalë si një tortë. Edhe kjo me ngjyrat e veta. Mirë. Sa e këndshme ka dalë, edhe është si një sfunxher, është e butë. Buke gjellë, thamë. Shumë e mirë ka dalë. Nuk është ajo që thamë, Anila, nuk është picë, por është buke gjellë. Tani marim edhe këtë jashtë. Shiko si u bë dhe kjo pilaf? Nuk e di ku do ta shikojmë këtu. Patjetër tani. Do ta servirim edhe këtë. Edhe? Mendoj që faleminderit tani. Hajde. Ta marim këtu. Do të hedhim këtë pjesën e parë. Na mbeti dhe tasi këtu se kishim ndërmend të bënim brumin, por nuk e bëm bënim brumin, por të them këtë të drejtën që anvisat faktikisht e din për pjesën e brumit. Kështu që e 15 ora. Okej, jemi në limitet e kohës për ta mbyllur.
thjesht fare. Këto paketimet e përziera, pra mikse, janë zgjidhje si nga pjesa ekonomike, sepse do duhet të bleni 5-6 lloje të ndryshme për të bërë një pjatë që i ka të gjitha, e ndërkohë me një paketim i keni të gjitha aty. Dhe shumë cilësore dhe tepër të shëndetshme. Duhet të mësojmë të konsumojmë gjatë vakteve tona. Një gatim shumë i shijshëm, i shëndetshëm dhe i plotësuar për të kaluar vaktin e drekës, ashtu shëndetshëm. Të lumshin duart. Sidomos për ata që kanë probleme, faleminderit e dashur, probleme me shëndetin, diabetikët, kolesterol e shumë gjëra të tjera. Pra dhe që mos harim që të kemi këto probleme, duhet të konsumojmë këto lloj gatimi që të kemi një trup të shëndetshëm. Nuk është e thënë se duhet të sëmuremi dhe të fillojmë të përdorim këto lloj gatime. Ka të lumshin duart, përfunduam. Shumë gjatë do qëndronim, shumë do kishim për t'ju thënë, po koha është e kufizuar. Unë të falenderoj shumë që na sjell çdo ditë ide pa fund. Të lumshin duart. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Faleminderit edhe ju të dashur andisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina, mirupafshim. Kalofshi një ditë sa më të bukur. Ju dua shumë. Mirupafshim. Tani kemi publicitet dhe pastaj me 3 të ftuar në panel.